Gjykata ndaj Dibran Hoxhës, i njohur si Kobra, dhe për të akuzuarit e tjerë për vrasjen që ka ndodhur në vitin 2023 në klubin e natës Cobra City në qytetin e Prizrenit, ka marrë epilogun duke përmbyllur me aktgjykim në shkallë të parë. Dibran Hoxha, i akuzuar për vrasjen e Kuksianit në klubin Cobra City, është dënuar me 23 vite dënim me burgim, kurse për armbajtje i njëjti është dënuar me 2 vite burgim. Dënim unik për Dibran Hoxhën, i njohur me nufkën Kobra. Është përcaktuar dënimi prej 24 vite burgim. Kurse i akuzuari Roland Suzuri për 3 vepra penale është dënuar me burgim unik prej 7 vite. Për pjesëmarrje në rraje 1 vit e 6 muaj burgim, manipulim me prova 4 vite e 6 muaj, kurse armbajtje pa leje 1 vit e 6 muaj. Arben Vezaj, për pjesëmarrje në rraje e ka dënuar me burgim 1 vit. Burim Mazreku, për manipulim me prova është dënuar me 1 vit burgim. Dhe Jasmir Badallaj, pjesëmarrje në armbajtje pa leje me dënim unik 2 vite.